Desha të bëj pyetje tjetër. Kjo që ndodh në Shqipëri, që ka ndodhur për 35 vjet, edhe ka ndodhur në historinë tonë shtetërore. Ne nuk e shohim shtetin si mbrojtës të popullit dhe për të ndërtu prosperitet dhe për të ndërtu zhvillim. Por e shohim për ta mjel si lopa. Kudo ka korrupsion gjithë botën, në Amerikë, në Gjermani, e kudo i dim tash. Por janë sa institucione që nuk lejnë që korrupsioni dhe krimit kapin shtetin, kapin drejtsinë, se ne flasim për drejtsinë, po këtu ka qenë kapur dhe drejtësia. Drejtësia, po pikërisht. Prokuror që lirojnë kriminal, prokuror që janë të lidhur me krimin, që kanë marrë një pare për liru, për të bëu allëzhverishet e veta, për të shpronsu toka, këtu është problemi i madh është toka herë. Problemi i madh është pronësia e tokës, që nuk zgjidhet. Pronat kanë qenë, domethënë pronat është po them një nga aktet më të rënda kriminale që është bërë këtij vendi. Padyshim. Unë kam bërë një investigim. Si desha të them këtë. Kjo kulturë jona që edhe në administrat shkohet për të vjedh, edhe kudo shkohet për të vjedh, shkohet domethënë dhe pasurinë të zyrtare e gallxojnë, këtu është dhe e keqja. Që e gallxojnë se kudo njerëz në botë, mafiozët marrin një low profile, profil tullet. Kurse këtu edhe është vanitet. Vanitet, po. Shoqëri vanitoze jemi. Edhe panair vanitoz fiks. Po. Edhe tashi kjo na ka pru në një moment që duhet të përmend që kjo po kollapson si sistem. Sistemi i ndërtu 35 vjet ka ardhur në një pikë shumë delikate. A është një gjendje qeveria Rama ta nxjerrë nga kjo situatë? Unë mendoj dhe çfarë roli po luaj opozita? Më saktë, a është e besueshme opozita të vinë pushtet dhe të zgjidhë këtë problem? Unë mendoj që opozita e Sali Berishës në këtë moment nuk ka një mision për të ardhur në pushtet, sepse për të ardhur në pushtet ajo do të krijojë një ekip, do të krijojë një vizion se çfarë do të bëjnë. Ne kemi rastin e Bashkimit Evropian që Shqipëria i ka hap kapitulli dhe pret të antarësohet. Është një proces i cili nuk është negativ. Mirë po, s'ka rëndësi pse është mazhoranca që do e bëj. Mendoj që edhe Partia Demokratike duhet të involvohet në një proces